Ky Rama është i çmendur apo si? Merr gruan e shkon në dasmën e armikut të Donald Trump në zemër të Amerikës. Po dostja me Gonigal, po urimi i thartë për zgjedhjet e 11 majit, po aleatët e Berishës brenda kompanive të lobimit, po i madhi Kris Lasivita, u shkuan gjithë këto grupa thithse që do të merrnin me vete Edi Ramën dhe pushtetin e tij 12 vjeçar. Populli i djathtë, por edhe të tjerë në qendër apo të painteresuar, ka bërë të paktën njërin nga këto pyetje këto ditë teksa ka mësuar se çifti Rama do të merrte pjesë në dasmën e Alex Soros, pasardhësit të kuçedrës liberale George, jo vetëm kaq, do të shtrëngonte duart me çiftin Clinton, me Kamala Harris, shefin e senatorëve demokratë shamare, plot liberalë të tjerë që në Amerikën e sotme të Donald Trumpit shihen si një lloj murtaje politike. E megjithatë Rama shkoi aty dhe mbajti edhe fjalim për nder të mikut të tij Alex, pozoi edhe për albumin fotografik të çiftit të sapo martuar dhe nuk u fshi askund. Me një fjalë, shkoi si për dasëm në Amerikën që vetëm pak orë më parë prangoste një kandidat demokrat për kryetar të Bashkisë së New Yorkut, sfidë më të madhe se kaq për një politikan të vockël ballkani, zorse një sfidë nga ato që të fshin të gjithë paragrafin që kishte ndërtuar në kokë para 11 majit në lidhje me fatin e zi që SBA po gatuante për Edi Ramën. Dasma Alex Soros na tregonin direkt disa gjëra të rëndësishme që lidhen me raportin aktual mes vendit tonë dhe Amerikës trumpiste. Së pari, na provon edhe një herë nëse kishim nevojë se politika e re e Washingtonit ndaj nesh është indiferenca. Ajo indiferencë që aplikohet sot si një doktrinë e mirëfillt të administratës Trump ndaj vendeve deri di aleate e mike. Merruni me veten tuaj, ne kemi punën tona. Kjo është maksima e re e qeverisë së vetë SBA-ve për reston e botës dhe natyrisht edhe për Shqipërinë e vogël. Nga të gjitha mënyrat për të kuptuar pozicionin e sotëm të SBA-ve ndaj Shqipërisë, me sa duket më e qarta dhe më sarkastikja, rezultoi të jetë një dasmë, jo çfarë do dasmë, por dasma Alex Soros, djalit armikut të Donald Trump. Tani hajde thuaj që SBA e vërtet është me çiftin Berisha Meta dhe se Rama është i izoluar ndërkombëtarisht në një botë ku simbolika vlen më shumë se 300 konferenca shtypi. Kjo është një shuplak që flet vetë, sepse nëse Edi Rama guzon të shfaqet me krerët e administratës Biden, Soros dhe gjithë ato elitë politike që Trump i fajson, kjo tregon dy gjëra: se Rama nuk është as në hall dhe as në kërkim falje, dhe se SBA nuk e konsideron Shqipërinë më shumë se sa rreshtat e paka të urimit për zgjedhjet e 11 majit. Nëse dikush në PD vazhdon të mendojë ende se rikthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë do prodhoi një tjetër politikë amerikane ndaj Shqipërisë, atëherë le të shoh albumin fotografik të dasmës Alex Sorosit që të kuptojë të vërtetën e fshehur mes fotove. Dasma e Soros tregoi padashje një realitet që opozita shqiptare refuzon ta pranojë. SBA nuk ka më kohë për të marrë as me vendin ton, as me gjuhët tin ndaj kryeministrit të tij. Aq më pak ka kohë të merret me opozitën ton. Lasivita i mori dollarët, pjesa tjetër është legjendë dhe teori konspirative.